Pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës, është zyrtarizuar përbërja e re e Kuvendit të Shqipërisë që do të nisë punën në shtator. Partia Socialiste ka dalë forca më e madhe politike me 83 mandate në rang kombëtar, duke siguruar 46 deputet nga lista e mbytur dhe 37 nga lista e hapur. Nga këta 34 janë gra dhe 48 burra, ndërsa një pjesë e madhe e përfaqësuesve të Partisë Socialiste përbëhet nga fytyra të reja, plot 53 deputet janë zgjedhur për herë të parë. Partia Demokratike me aleatët e saj ka pësuar një humbje të ndjeshme duke u ndalur në 50 mandate, prej të cilave 43 nga lista e mbytur dhe vetëm 7 nga lista e hapur. Vetëm 14 prej tyre janë emra të rinj në kuvend, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga veteranë të Partisë Demokratike. Brenda kësaj kuote përfshihen edhe 8 vende të sigurta që Berisha u dha aleatëve për hir të koalicionit. Ndërkohë, partitë e vogla kanë arritur të sigurojnë praninë e tyre në kuvend. Partia Socialdemokrate ka 3 mandate, duke rikthyer në parlament kryetarin e saj Tom Doshin. Mundësia, themeluar nga Agron Shehaj, ka arritur të fitojë 2 mandate, ndërsa koalicioni Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashkë Arlin Çorit kanë siguruar nga një mandat secili, duke sjellë zëra të rinj në skenën parlamentare shqiptare.